Porosia e fundit e Naum Priftit dhe dorëshkrimet e pabotuara u ekspozuan në Tiranë. Porosia e fundit e Naum Priftit dhe dorëshkrimet e tij të pabotuara u ekspozuan në Tiranë në Bibliotekën Kombëtare, e cila çeli një ekspozicion në ambientet e qendrës Sotir Kolea me dorëshkrimet personale të shkrimtarit Naum Prifti. Zëvendës drejtoreja e Bibliotekës Kombëtare Majlinda Toçi përshëndeti hapjen e ekspozitës, duke falendëruar të pranishmit dhe organizimin e takimit ku mori pjesë edhe vajza e shkrimtarit Naum Prifti. Një ekspozitë e re pa parë më parë, babai kishte 100 dosje të ruajtura në shtëpi, në çdo gjë kishte detajuar çfarë përmbante dosja. Babai ka gati aq shumë gjëra të pabotuara sa ka të botuara, janë një mori filmash të Julka Prifti. Për të pranishmit u shfaq edhe dokumentari Porosia e përjetësisë mbi amanetin e shkrimtarit Naum Prifti për të sjellë hirin e tij në Shqipëri. Artistët e nderuara Justina Alie dhe Violeta Trebicka interpretuan pjesë të krimtarisë së Naum Priftit si Lisi Plak dhe pse Shqipëria ka male shumë. Në përfundim të takimit, miq, kolegë dhe bashkëpunëtorë të Naum Priftit dan kujtimet dhe mbresat e tyre nga e kaluara me shkrimtarin mes të cilave Pascal Milo, Sadik Beko, Dimitër Açimiali, Çerçis Loloçi, kryetari i shoqatës shkrimtarë të New Yorkut, Adnan Mehmeti. Dorëshkrimet e ekspozuara kanë një vlerë të veçantë sepse përmbledhin historikun e krimtarisë letrare dhe kinematografike të Naum Priftit, si dhe ndajnë detaje interesante nga jeta e tij personale dhe natyra kurioze që shkrimtari ka pasur. Naum Prifti u lind në Rehovë të Kolonjës, ku kreu shkollën fillore, më pas në Ersek, 8 vjeçar, në 53 mbaroi Politeknikumin Mjekësor në Tiranë, punoi një vit si ndihmës mjek në senatoriumin e Korçës, i pasionuar pas letërsisë, vazhdoi studimet për gjuhë letërsi shqipe në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Gjatë viteve 54-60 ka shërbyer si redaktor në revistën Usteni, ndërsa 60-67 si redaktor në revistën Ylli. Prifti punoi më pas si arsimtar nga viti 67-70 në Divjak të Lushnjës. Në 70-72 ka pasur përgjegjësinë si redaktor përgjegjës për buletinin Skena e fëmijëve pranë shtëpisë qendrore të krimtarisë popullore, Tiranë dhe inspektor teatri në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës. Këto vite shërbeu si pedagog i jashtëm letërsisë shqipe në Universitetin e Tiranës. Në vitin 91 emigron në New York, ku vazhdoi të jepte ndihmesën për komunitetin shqiptar dhe letërsisë shqipe. Në vitin 95 u zgjoh sekretari Vatës, ka fituar shumë çmime për veprat letrare si vëllime me tregime, novela, letërsi për fëmijë, humor dhe skenar filmash. Krimtaria e tij letrare është e larmishme dhe shtrihet në disa gjeni, tregime, drama, komedi, novela, skenar filmash, pjesë për teatrin e Kukulla, skenar për filma vizatimor, biografi, artikuj kritik, publicistik e tjerë. Janë thuajse 100 vepra më shumë se vite jetë dhe 2 fishin gjysmë shekulli krimtarie. Mira faqet shkruara me dorë, shtypura me makinë të thjeshtë shkrimit të hedhur në kompjuterin e tij dhe tona, qindra analiza, diskutime, letër, këmbime, biseda që mund t'i quash pa frikë publicistike për nga ideja dhe mesazhi që bartin dhe përcjellin. Tregimi Dimri Uris ka fituar çmimin deri në Honor Prize në konkursin letrar ndërkombëtar në Maison Naman pour la Culture në vitin 2005.